si që keni kuptuar nga sigla, do të vijojmë me horoskopin ekonomik, çfarë ndodh sot për 12 shenjat e zodiakut në karrierë e në financa. Nisim menjëherë me dashin, 10 qershori, për këtë shenjë sjell energji të favorshme për të rishikuar financat dhe për të marrë vendime më të qarta lidhur me shpenzimet. Mund të shfaqet një mundësi për të fituar të ardhura shtesë përmes një projekti ansor apo një bashkëpunimi të ri. Kjo sa i përket dashit, vijojmë më tej tek Demi. Për Demin kjo ditë favorizon stabilitetin financiar dhe planifikimin afatgjat. Ju mund të ndiheni më të motivuar për të organizuar buxhetin dhe për të identifikuar fusha ku mund të kurseni. Një lajm pozitiv në lidhje me punën ose një pagesë të vonuar mund të sjellë lehtësim ekonomik. Shkojmë më tej tek binjakët. Për binjakët, dita sjell dinamizëm në çështjet ekonomike dhe mundësi për të zgjeruar burimet e të ardhurave. Komunikimi do të luajë rol kyç në suksesin financiar të ditës. Një bisedë, negociat ose takim mund të hapë dyert të reja profesionale. Shkojmë te Gaforja. Për Gaforen, dita sjell nevojën për siguri dhe kontroll më të madh mbi financat. Shenja e Gafores ditën e sotme mund të ndihet disi më e prirur për të analizuar me kujdes çdo hyrje dhe dalje parash. Çështje familjare mund të ndikojnë në vendimet ekonomike, duke ju bërë të mendoni më shumë për kursimet afatgjata. Vijojmë tek Luani. Sa i përket Luanit, dita do të sjellë mundësi për të treguar aftësi tuaja drejtuese në aspektin profesional dhe financiar. Mund të merrni vëmendje pozitive nga persona me ndikim ose nga e prorët. Kjo mund të krijojë, le të themi, një bazë për rritje page ose projekte më fitimprurëse në të ardhmen. Vijojmë më tej tek Virgjëresha. Virgjëresha do të ndjejë një nevojë të fortë për organizim dhe efikasitet në çështjet ekonomike. Kjo është një ditë ideale për të rishikuar buxhetin, kontratat ose detyrimet financiare. Vëmendja juaj ndaj detajeve mund t'ju ndihmojë të zbuloni mundësi kursimi ose gabime që kanë kaluar pa u vënë re më parë. Në punë, serioziteti dhe profesionalizmi mund të sjellin vlerësime tepër pozitive. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, jemi tek Peshorja. Për Peshoren, financat lidhen ngushtë me bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale. Një partneritet ose një marrëveshje e re mund të sjellë përfitime interesante nëse kushtet analizohen me kujdes. Dita favorizon negociatat për gjetjen e zgjidhjeve të balancuara. Megjithatë, dëshira për të kënaqur të gjithë mund t'ju bëjë të pranoni kushte jo plotësisht të favorshme. Ruani interesat tuaja financiare pa humbur diplomacinë. Shkojmë më tej tek Akrepi. Për Akrepin, dita kërkon vëmendje ndaj burimeve financiare dhe strategjive afatgjata. Instikti juaj për të kuptuar situatat e fshehta mund të jetë veçanërisht i dobishëm në negociata ose marrëveshje ekonomike. Mund zbuloni informacione që ju ndihmojnë të merrni vendime më të mira. Shkojmë më tej tek Shigjetari. Shigjetari mund të ndjejë dëshirë për zgjerim dhe aventura edhe në fushën ekonomike. Do të ketë mundësi të reja për të ardhura, projekte ndërkombëtare ose bashkëpunime në distancë të cilat mund të tërheqin vëmendjen tuaj. Energjia e ditës favorizon optimizmin, por kujdes që entuziazmi mos ju bëjë të nënvlerësoni rreziqet. Vijojmë tek Bricjapi. Për Bricjapin, çështjet financiare mbeten prioritet dhe dita favorizon disiplinën ekonomike. Mund të ndiheni të motivuar për të forcuar sigurinë materiale përmes planifikimit të kujdesshëm. Një zhvillim në karrierë ose një diskutim profesional mund të ketë ndikim pozitiv në të ardhurat e ardhshme. Shkojmë më tej tek Ujori. Për Ujorin, 10 qershori sjell ide të reja dhe mënyra alternative për të përmirësuar gjendjen financiare. Kreativiteti juaj mund të çojë drejt projekteve inovative ose burimeve të reja të ardhurash. Dita favorizon teknologjinë, komunikimin dhe bashkëpunimet me njerëz që ndajnë vizione të ngjashme. Megjithatë, përpara se të investoni në ide të pazakonta, siguroni që keni bërë analizat e nevojshme. Dhe për ta mbyllur me horoskopin ekonomik, shkojmë tek Peshqit, shenja e fundit e 12 e zodiakut. Për Peshqit, dita sjell reflektim mbi mënyrën se si menaxhoni burimet financiare dhe objektivat personale. Intuita juaj mund të jetë e fortë, por është e rëndësishme të mbështeteni edhe te faktet ku merrni vendime ekonomike. Mund të lindë një mundësi për bashkëpunim ose një ofertë që duket tërheqëse në shikim të parë, por duhet merrni kohën tuaj për ta analizuar. Kjo ishte sa i përket edhe peshqve, ne kemi përfunduar me horoskopin ekonomik.